A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun e Madhnuar, selam e salavat për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Po vazhdojmë inshallah në këtë ambient të bukur me mësimin e dytë të shpjegimit të librit Stolisja e lexuesit të Kuranit. E ky mësim ka të bëjë me kategoritë e njerëzve në raport me Kuranin e Madhnuar. Pra mësimin paraprak pak a shumë janë njoftuar me madhështinë e Kuranit fisnik dhe ndikimin e tij që e ka të gjitha kategoritë e njerëzve. Kur themi që në gjitha kategoritë e njerëzve, në kupton që njerëzit nuk janë një kategori e vetme, mirë po ata janë kategoritë ndryshme. Sheikhul Islami, Allah e mëshiroft, Ibn Taymija, duke i trajtuar kategoritë e njerëzve në Kuranin fisnik apo në raport me Kuranin fisnik, pra çush sillen ata me Kuranin fisnik, konstaton që mujmë nda në katër kategoritë e njerëzve dhe kjo është pas analizës së ajeteve të Kuranit fisnik, gjithashtu edhe natyrës njerëzve apo raportet që ata ndërtojnë me Kuranin fisnik. Grupi i parë apo lloji i parë njerëzve janë ata që e shmangin Kuranin, e rrjedhimisht privohen prej tij. Pra ka njerëz që nuk dën me ja ditë për Kuranin. Pra shmanget tërësisht nga Kurani. Si rrjedhoj, ai është i privuar prej dobive dhe ndikimit të Kuranit fisnik. Thot Allah i Madhnuar: "Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-Quran walghaw fihi la'allakum taghlibun." Thot jo besimtarët kanë thënë mos e dëgjoni këtë Kur'an. Pra thjesht mos e dëgjoni këtë Kur'an, largoheni prej këtij Kur'ani, edhe flisni e qeshni me zot lart që ta ndërprisni leximin e tij. Pra ka ardhur walghaw fihi, ilgha, nëse përkthejmë shqip është me anulu diçka. Pra anulojeni Kur'anin. Çush me anulu, pastaj komentatorët e ndryshëm të Kur'anit kanë thënë që është për qëllim me fol me zot nalt, me qesh, me zot nalt. Pra, nëse dojmë me përmbledh këtë komentimin e mufesirinëve, pra aty në komentuesve të Kuranit ndryshëm për këtë pjesë, është që bëni zhurmë sa më shumë që është e mundshme. Pra, mundeni Kur'anin me zhurmë, sepse s'mundesh me mujt me argumente. Pra ajo besimtarë kanë thënë që ikni pe Kur'anin mos e ngoni. Alternativa tjetër, nëse është duke u shpalos Kurani, përmbajtja e Kuranit, atëherë mundeni që të përmbajtje me zhurmë. Pra le të jetë zhurma ajo e cila e pengon dëgjimin e Kuranit, sepse nëse dëgjohet Kurani, që kena marrë në mësimin paraprak, atëherë pa dyshim që ndikon edhe futet në zemrën e madje edhe në zemrën e jo besimtarit, i cili është i vëmendshëm edhe ka akoma jetë në zemrën e tij. Pra, kjo është lloji i parë apo këta njerëz të llojit të parë apo kategoria e parë e njerëzve të cilët i shmangen Kuranit dhe s'dojnë me dëgju Kuranin fare. Lloji i dytë janë ata që dëgjojnë Kuranin, por s'dojnë me kuptu. Pra ka për njerëzve që e ngojnë Kuranin, i nin fjalët e Kuranit, ama e bllokojnë mendjen, e bllokojnë veten e tyre që mos më marr absolutisht me kuptimet e Kuranit fisnik. Qoftë për shkak mos njohjes gjuhës, e që është më e keqja, është pas njohjes së gjuhës duke injoruar tërësisht kuptimet e tij. Pra, duke e detyruar veten që komplet me qenë të shpërqendruar në raport me përmbajtjen apo tekstin e Kuranit kur janë duke e dëgjuar. E këtë grup njerëzve Allah i Madhnuar i përshkruan si krijesat më të këqija që ecin mbi tokë. Pra i ka quajtur krijesat që ecin mbi tokë. Thot Allah i Madhnuar në Kur'an: "Inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi as-summu al-bukmu alladhina la ya'qilun. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مؤردون." Thot krijesa më të këqija para Allahut Madhnuar janë ata që janë të shurdhër edhe me mec ndaj të vërtetës. Pra ku ka e vërtet më e madhe se sa Kurani fisnik. Pra ai bëhet sikurse nuk pe nin. Ai është duke ni Kuranin. Po nuk don me e kalu Kuranin, tekstin e Kuranit nga mendja e tij. Pra refuzon që tekstin e Kuranit me e marrë dhe me analizu. Pra bëhet tërësisht sikurse nuk është duke e dëgju, edhe pse prapa e dëgjon. Në njëjtën kohë është me mes kur bëhet për me thonë të vërtetën, pra me thënë kuptimet e Kuranit. E këto janë, thot Allah i Madhnuar, janë krijesat më të këqija që ecin mbi tokë, sepse këta nuk e shfrytëzojnë arsyeën, nuk hajnë me arsye. Pra nuk e marrin tekstin me analizu me arsye. Sikur Allah u thot me ditë që në zemrat e tyne kish ka ndonjë i mirë, atëherë ja kish mundsu që me shfrytëzu dëgjimin. Ja u kish dhënë dëgjimin, pra, cilin ja u ka dhënë për me ngu. Mirë po, që ai dëgjimi që ata e ngojnë Kuranin nuk i bën asnjë dobi për aq kohë sa nuk e analizojnë Kuranin fisnik. Po thot, edhe sikur më i bë me dëgju,
Pra, Allahu thot sikur ta dinte që kanë zemrën e tyre ndonjë mirësi, ja u kish bë me dëgju. E tash thot sikur ja u kish bë me dëgju, këtyre me zemrat e prishura, atëherë thot ata ishin me u shmang Kuranit edhe kishin më largu nga besimi. Kategoria e tretë janë këta që Allahu e ka ditë që zemrën e tyre e ka të këqija, megjithatë ja u ka mundsu me dëgju që më kanë shembull për neve, edhe si kategori tjetër në vetë, e lutim Allahun e mëdhum që më na rujt e mos më na bëj në asnjërin prej këtyre tre kategorive. Kategoria e tretë thot, ata të cilët e kuptojnë Kur'anin, mirë po refuzojnë mi u nënshtru mësimeve të Kur'anit. Pra vëllezër, këta e kuptojnë Kur'anin, e dëgjojnë Kur'anin, e analizojnë Kur'anin. E shohin që për një është hak, e njohin për të vërtetë. Nuk munden me gjetë kundërthënien to. Se cila pjesë e Kuranit, se cila pjesë e tekstit Kuranit, se cila përmbajtje e Kuranit, aty në fund i rezulton pas analizës që është e saktë. Mirë po thot, megjithatë s'du më u bind. Allah i madhun thot për këta edhe në veçanti duhen me ditë si rregull ata prijetar apo model i këtyre njerëzve janë hebrejt. Te Benu Israilit, pra gjithmonë kanë pas këtë prirje. E kanë marrë të vërtetën, e kanë ditë vërtetë, ka thënë po ju s'do na mengu. Thot Allah i madhum, pra duke tregu për hebrejt, e pastaj përfshihet secili që i ngjason atyre. Thot Allah i madhum Kur'an, min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghayra musma'in ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Thot mesin e hebrejnve, pra që atyne që e njohin të vërtetën, ka të atill që fjalët i nxjerrin prej kontekstit të tyre. Pra e shohin që në Kur'an Allah i madhu e ka pas për qëllim një gjë. Megjithatë, vetëm për me i knaq, me i përmbush epshet e tyre, egot e tyre, i nxjerrin për kontekstit të tyre. Edhe me këtë grup njerëzve fatkeqësisht ballafaqohemi shumë sot. Domethënë, ai e merr Kur'anin, tekstin e Kur'anit, edhe kuptimet e Kur'anit vetëm për me i keq interpretuar ato në mënyrë që mu argumentu kundër teje me Kur'an. Pra nuk është qëllimi i tij, as motivi i tij që me mësu të vërteta të cilat Zoti i ka shpall. Edhe pse mundet me kon për atyre që e dinë që për me janë të vërteta. Ama vetëm për inatin e tij, me e fitu debatin, me e fitu atë luftën e tij të pa kuptim që është të e bu, i nxjerr kuptimet e Kuranit për kontekstit, edhe me thonë që në Kuran shkruan që kjo. Edhe pse qartësisht është jashtë kontekstit të tij. E ky grupi njerëzve i kanë thënë profetit, sikur të shkonin gjallë, prapë i kishin thënë profetit edhe sot profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse i thënë pastaj trashëgimtarëve të profetit edhe secilit që i fton njerëzit në rrugën e drejtë. Pra këta thonë, e kemi dëgju Kuranin, ama s'do na më u bind. Thonë, dëgjoj, kanë thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e mos dëgjofsh. Pra, çysh mund të thënë pak ma shqip, po nin, po kur mos nifsh. Pra, asnjëherë mos dëgjofsh. Edhe i kanë thënë edhe një fjalë ra'ina, duke e shtrembru këtë shprehje, pra me gjuhën e tyre edhe duke shpif për fen. Që kjo ra'ina në fjalë në arabisht e ka kuptimin na dëgjoj. Ose na shiko me respekt, pra ra'ina, këshurna të neve, mirë po ata e kanë përdorur në kuptimin hebraik, e jo në arabisht, e që e ka kuptimin o ma i keq i jon. Pra i kanë thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hile. Pra as me guzim s'kan pas, e kanë thënë ra'ina, këtë e kanë përdorur, e cila në hebraishten pra e ka kuptimin o ma i keq i jon. Ndërkohë që në arabisht e ka kuptimin e mirë. Pra na shikon neve, ose na shikon neve me respekt, apo na dëgjon neve. E Allah i madhum, pra, u akthen këtyre dhe thot, po sikur të kishin thonë, dëgjuam edhe u bindem. Pra në vend se me thonë dëgjuam edhe po refuzojmë, me thonë dëgjuam edhe u bindem. Ose me thonë dëgjo, jo me thonë mos dëgjofsh. Edhe në vend të ra'ina, me thonë shikona ne. E për shkak të kësaj mendjemallësisë. Cili është rezultati? Çka neve që na intereson. Allahu na ruaj. Cili është rezultati? Thot, Allahu i mallkoi ata për shkak të mohimit të tyre. Prandaj ata nuk besojnë përveç se një numër i vogël i tyre. Ose me një ajet tjetër, Allah i madhum thot, أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. Thot, a vërtet shpresoni se ky grup i njerëzve, pra hebrejt edhe gjithë ata që sillen sikur se hebrejt kanë më u besu juve, ndërkohë që shumë prej tyre i dëgjojshin fjalët e Allahut e pastaj
i shtrëmbronin kuptimet e fjalëve të Allahut, masi i kanë kuptuar sakt, ashtu që kanë pas qef për me i rregullu pra bindjet e tyre edhe me i përmbush epshet e tyre. Vazhdon Allahu i Madhum, wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilun. Thot kur takohen me besimtarët ata thonin na po besojmë. E kur ishin vetë me njëri tjetrin, atëherë e këshillojshin njëri tjetrin, i thoshin, çu shpi tregoni ju besimtarve ato që Allah e ka shpallë në Teurat. Prankun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse pe pranoni që për një me cilësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah i ka përmendur edhe në Teurat. Pra, çka jeni të bëu kështu? Jeni duke punu kundër vetes. Pra, këshill djallëzore, shejtanore, duke këshillu që me mbulu të vërtetën apo hakun. Edhe i thoshin, a nuk po logjikoni, nuk po mendoni, as peshini sa keq jeni të bë? Pra ata pak njerëz, ata pak hebrejn, ata pak që janë në grupin e tillëve të njerëzve, kur i pranojnë disa të vërteta të Kuranit. Pra edhe sot shohim saksitë që Allah i Madhumi ka përmendur në Kuran prej kohëve. Kur ka zbritur Kurani para shumë shekujve. E që ato saksitë vërtetohen sot. Tash del dikush për jo besimtarëve që është korrekt. E thot, po e vërtet, domethënë nuk ka gjasto çush ka pas me ditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që kjo është që ky fakt shkencor është i tillë. Del një grup tjetër thotë, "Ja, jeni veti ti. Ti duhet të ndihmu këto muslimanëve." Pra ky i pari, i cili ka pranuar një fakt shkencor, nuk i beson Allahut, nuk është musliman. Megjithatë, domethënë është korrekt. Ndërkohë që ky tjetri, ky domethënë nuk i intereson e vërteta, nuk i intereson me dalte ajo e sakta. Po thjesht e ka atë mëdhefin me të cilin domethënë është i fryrë tek muslimanët dhe mundohet me çdo mundësi me e shfryr. Thot Allahu në Kur'an pra vazhdon, "Aw la ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun." Thot a nuk e din këta? Pra Allah i ka përmend për shembull në këtë rast cilësitë e pejgamberit alayhis salam, nga tregu ku ka marrë, çush ka marrë, edhe pejgamberi alayhis salam ka ardhur. Çush u kon Tevrat, çashtu domethënë ka ndodhur. A nuk e din këta thot, duke e pa që Allah i Madhum çashtu çush e ka përshkruar. Kanë ardhur, a nuk e din që Allahu i din gjithçka që ata fshehin edhe gjithçka që ata thonë hapur, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Thot e një grup tjetër i tyre janë analfabet, ta s'din hiç. Këta flasin vetëm me hamendje. Edhe me këtë grup fatkeqësisht ballafaqohemi pra dhe sot. Pra është një grup që për një me i din të vërtetat, i merr ato i keq interpreton që me të sulmu ty. Ama është një grup tjetër që haberin s'ja ka, nuk e din çfarë është të folë hiç. Nuk është thjesht në tokë të bukës. Pra ai thjesht marron prradha edhe me çto prradha thot, ju po thoni që shtut, kjo s'bën kështu, domethënë ky grup është analfabet komplet dhe duhet më injoru tërësisht. Pra, me vetdije e hedhin baltën mbi të vërtetën, duke e ditë që është e vërteta. Një pjesa më e madhe këtyre. Edhe përpiqen me sulmu Kuranin në fisnik apo përmbajtjen e Kuranit, fjalën e Allahut, edhe fen islamin e përgjithësi, duke hedhur të pavërteta, edhe duke ditë që ato janë të pavërteta. Edhe pjesa tjetër e këtyre që janë pak hiç, domethënë nuk ja kanë haberin. Nuk e din. Nuk e din absolutisht, edhe thjesht janë nisë edhe të rrjedhon shpik për vetes me një gjysmë informate që e kanë diku. Edhe dhoi katërt, cilin na lutim Allahun e Madhum me na bëu prej tyre, janë besimtarët cilët e dëgjojnë Kuranin edhe i nënshtrojnë mësimeve të tij. Pra, besimtarët, kush janë besimtarët? Ata që e dëgjojnë Kuranin edhe pastaj i nënshtrojnë mësimeve të tij. Veç me dëgju Kuranin, veç me e kuptu përmbajtjen e tij, nuk është e mjaftueshme. Nuk të kategorizon në kategorinë e njerëzve që janë të favorizuar. Thot Allahu i Madhum, "Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada." Thot thuaj o Muhammed, mua më shpallur se disa prej gjindve e kanë dëgjuar Kur'anin dhe kanë thënë, me të vërtetë kemi dëgjuar një Kur'an të mrekullueshëm, i cili udhëzon në rrugën e drejtë, edhe kemi besuar të, prandaj kurse si nuk do t'ju shoqërojmë askënd Zotit ton në adhurim. Ose në një pjesë të Kuranit thot Allahu në Kur'an, "Wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun." Pra, kur bëhet fjalë për besimtarët, thot Allahu i Madhum, kur shpallet ndonjë sure, disa prej tyre që kanë dyshim edhe hipokrizi thon, kush prej jush do t'ju shtoj imanin, besimin apo besimin
kjo sure, pra kujt për juve kam ja ushtu tash besimin? Të janë hipokritët. Hipokritët pra nuk e ndjejnë Kur'anin, edhe nuk e imagjinojnë që përmbajtja e Kur'anit ja shton besimtarëve imanin. Ndërkohë që besimtarëve çka u ndodh, thot Allahu më dhon sa u përket besimtarëve, secila sure, edhe kjo sure pra u shton besimin edhe ata gëzohen. Pra gjejnë gëzim në sure që i zbresin Kur'anit fisnik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Ebu Musa Ash'ariu, Allahu qoftë i kënaqur me to, e cilin e shënon Buhariu, Allahu e mëshiroft, e sjell një shembull shumë të mirë kur bëhet fjalë për besimtarin i cili mirret me Kur'anin. Pra me kategorinë e katërt. Thot besimtari që e lexon Kur'anin i shëmbëdhen apo është sikurse qitro. Qitro ndoshta për neve nuk është shumë e njohur si frut, ama është pak a shumë mes limonit edhe portokallit. Pra kultivohet edhe në Shqipëri, kultivohet edhe këtu në Turqi, mirë po, domethënë nuk është frut shumë i përhapur. Megjithatë, i bën konkurrencë shumë portokallit, mandarinës, edhe pak a shumë është edhe se limoni. E ka një shije të këndshme, shijen e mirë. Thot pra pejgamberi sallallahu duke shëmbëdhy besimtarin me frut, thot është sikurse qitro. Edhe ka shijen e mirë, mirë po ka dhe aromën e mirë. Pra portokalli e ka aromën e mirë, limoni e ka aromën e mirë. Edhe qitro e ka aromën akoma më të mirë se sa këto dy frute. Thot ndërsa shembulli i besimtarit që nuk e lexon Kur'anin, po është besimtar, beson. Mirë po nuk e lexon Kur'anin në vazhdimsi, nuk është që e ka projekt jetës tij që më marr me Kur'anin. Prap ka hajrin to, është besimtar. Inshallah është i shpëtuar. Inshallah ka më shpëtuar prej zjarrit. Inshallah është nis drejt xhenetit. Pra prap ka hajrin to. Thot është njëjtë sikurse hurma. Pra shijen e ka të mirë, prap, është besimtar. Edhe pse nuk ka aromë. A ka ndonjë aromë hurma? Nuk ka asnjë aromë. Ndërsa thot shembulli i hipokritit, pra kur është munafik, lexon Kur'anin vetëm për çuçi e përmendëm domethënë më lart që me mujt me gjet diçka ku më tu kap, edhe në mënyrë me të kundërshtuar ty. Nuk don me përfitu për Kur'anit. Po e merr Kur'anin në mënyrë që me keq interpretu ato. Thot është njëjtë sikurse borzilloku. Borzilloku pra është mëlmes, e cila përdoret në gjellë të ndryshme, e ka erën e mirë. Mirë po me bo me hungër veç ato e ka shijen shumë të keqe. Pra s'ka përmbajtje, edhe pse ndukje mundet më konë i mirë. Thot ndërkohë që shembulli i atij i cili hipokritit i cili nuk e lexon Kur'anin. Pra është edhe munafik. Edhe nuk mirret me Kur'an, domethënë s'ka kur gjë të mirë për to, edhe e ka përmend pejgamberi alayhis salam shumë mirë një shembull ka thonë është sikurse kungull e egër. Me kon kungulli jo i egër, domethënë ai bile hohet. Po kungulli i egër as mundesh me hungër, edhe erën e ka shumë të keqe. Pra kundërmon në erë shumë të keqe. Apo në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sjell vetë dërgimin e tij që Allahu i mëdhëm e ka dërguar tek njerëzit, edhe kategoritë e njerëzve në raport me dërgimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pak a shumë pra janë këto kategori që ka kategorizuar edhe Sheikhul Islami për cilat i përmendëm. Një hadith në transmeton Ebu Musa Allahu qoftë i kënaqur me ta, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë udhëzimi edhe detyria me cilën ka dërguar Allahu i madhnum i shëmbëdhejnë apo janë sikurse shiu i cili bjen me bollëk në tokë. Mirpo në çfarë tokë e bjen, i është domethënë dallon nga kategoria e njerëzve. Pra sikurse raporti i shiut me tokën, gjithashtu është edhe raporti i njerëzve me Kur'anin fisnik edhe përgjithësi me fenë islame. Pra në mesin e tokës, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka tokë që është e mirë edhe pjedhore. Pra nëse toka është e bereqetshme, është pjedhore, ajo e pin ujin. Pastaj kur e pin ujin, prej saj mbin barishte, mbin pemë, mbin perime, pra sjell bereqet. Kështu është pra dhe shembulli i besimtarit, i cili merret me Kur'anin fisnik. Pra ai e dëgjon Kur'anin fisnik, e analizon ato, pastaj pas analizës, pas përtypjes që e ka bëu ky besimtar i ndriçuar nga dituritë të domosdoshme të cilat i duhen për me meditu Kur'anin dhe me analizu Kur'anin, ai sjell dobi të shumta, berexhete të shumta dalin prej tij. Shpjegimet të shumta që përfitojmë na shumë prej dietarëve, komentatorëve të Kur'anit. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përmend një grup tjetër, thotë, në mesin e tokave ka edhe të atilla që është e thatë. Pra nëse toka është e thatë, ajo ka prej tokave që e mban ujin. Mirë po nuk është që mbin prej saj. Pra ka tokë që është gurërore, mi thënë, domethënë nuk e pin ujin. Me ditë kalon, veçanti nëse inshallah shkoni në haxh edhe në umre,
shkoni në ato vendet e shenjta atje, rrugës prej Medinës Mekke, i sheh këtë lloj të tokës. Një shi me radhë, domethënë e mban ujin, edhe pse nuk bin kur gjë prej saj. Mirë, edhe kjo është e dobishme. Pra, sikurse shembulli atyre të cilët e marrin Kur'anin, e mësojnë Kur'anin edhe se kanë analizuar hala. Po me bëmi pyet një ajet tash me, domethënë me më kujtu, edhe me bëmi u pyet, ju inshallah e vazhdoni atë ajet, ata që i keni mësuar. Për shembull, a ka dikush që me anis me thënë elhamdulillah rabbil alamin, pastaj çush vazhdon, mos me di dikush nuk ka. Se elhamdulillah e keni mësuar këtë pjesë. E keni mësuar edhe pjesë tjera. Pra, shembulli që pejgamberi alayhis salam e sjell këtë rast është i tokës e cila e mban ujin edhe pse nuk sjell bereqet. Pra, që i gjason besimtarit i cili e merr Kur'anin. Çka bën kjo tokë? Thot prej kësaj toke pin njerëzit edhe kafshët. Se ka rujt ujin, që ka rrapë shiu, nuk ka shku dam. E cila është toka më e keqe? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë është ajo tokë rënore. Edhe për asaj tokës rënore na njerëzit kena dobi, ama nëse e krahasojmë raportin e kësaj toke me shiun, ajo s'ka kur fare dobi për shiun. Çka bën shiun to? Bien edhe e lshon shiun. As nuk del bereqet për saj, as nuk e mban ujin që me përfitu njerëzit për saj. Njëjtë është edhe për dikujt i cili ka mundësi me mësu Kur'anin, pra ka qasin Kur'an. Mirë, po as nuk e mëson Kur'anin, që pastaj tjerë me përfitu prej ti aspektin e mësimit, bukur leximit e kështu me radhë, po as nuk e analizon përmbajtjet e Kur'anit që ato më i përtyp edhe pastaj me i fitu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka hadith që shënon Muslimi, pra e përmend këto grupet e njerëzve. Për këtë arsye, vllazën është shumë e rëndësishme me meditu Kur'anin fisnik. Pra, aspirata jon, qëllimi jon është që më kon në grupin e fundit, në grupin e katërt. E që është grupi i parë për garancia dhe grupi më i privilegjuar i Allahut të Madhënuar, e që janë besimtarët cilët e meditojnë Kur'anin. Allahu të Madhënuar thot në Kur'an: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an." A nuk e analizojnë Kur'anin? A nuk e marrin me persijat, me meditu Kur'anin fisnik? "Walau kana min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira." Se sikur ti shkon prej dikujt tjetër e jo nga Allahu, kishin gjetë shumë kundërthënie mes tyre. E kjo i përgjigjet grupeve të mëparshme. Pra ata cilët i shmangën Kur'anit edhe s'dojnë me e dëgjua, i pengojnë tjerë me e dëgjua, do të bani zhurmë që të mos njihet Kur'ani, dhe më thënë, si kur të kishin leju këta me ngu Kur'anin për vete, dhe pastaj ato që i kanë rreth tyre, e kishin pa që nuk ka kundërthënie në Kur'an, në përmbajtjen e Kur'anit. E kishin pa madhështinë e Kur'anit, e rrjedhimisht, nëse kishin hapë zemrën, ishin ndiku edhe prej Kur'anit madhënum. Ose, kur e cilëson Allah i madhënum, librin e tij thot, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Thot, ati s'mundet mi u afru gënjeshtra as prej përpara, as prej mrapa, pra nga asnjëra anë. Nuk mundesh me aqit me një fjali gënjeshtrën, rënën edhe Kur'anin. Sepse Kur'ani është i kundërta e gënjeshtrës. Është gjëja më e saktë që njerëzit e kanë, është fjala e Zotit. Pra nuk ka mundësi mi janë vesh diçka që është e kotë, Kur'anit fisnik. Nuk mund me gjetë diçka që është e pasakt, e pastaj me thënë që edhe kjo është pjesë e Kur'anit. S'ka shans dhe me thënë me ndodhë kjo. Pse? Sepse kjo është shpallje prej të urtit, i cili meriton të gjitha lavdat. Allah i madhum gjithashtu, ne e përshkruan neve që Kur'ani fisnik është shpallje cilën e ka përcjell në mënyrën më fisnike të mundshme. Thot kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi li yuthabbita alladhina amanu wa huda wa bushra lil muslimin. Thot thuaj që Kur'anin e ka zbrit shpirti i shenjtë, Xhibrili alayhis salam, meleku më i nderuar. Prej kujt? Prej Zotit, krijuesit. Me çka? Me të vërtetën. Për çka? Në mënyrë që mi u forcu. Kanë me forcu? Ata që kanë besu, e për çka? Mi udhëzu ata, mi përgëzu ata, të cilat i nënshtrojnë Allahut. Lil muslimin, kush janë muslimin? Ata që janë dorëzuar Allahut madhënum, ata që e kanë pranuar Islamin për feja e Allahut, për Zotin pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për të dërguarin e tij. Gjithashtu Allahu i madhënum kur e tregon pra flet për rëndësinë e meditimit të Kuranit, edhe na inkurajon neve që me u marr me Kuranin, na tregon që është e saktë dhe vërtetë e plot. Pra gjithçka rreth Kuranit madhënum është e vërtetë, për këtë arsye meriton që na me u marr me to ditë e natë, që ai më kon pjesë e agjendës tonë ditore, javore, vjetore, afat shkurte, afat mesme, afat gjate, pra gjithmonë duhet më kon pjesë e agjendës tonë
angazhimi me Kur'anin fisnik. Pse se Allahu thotë në Kur'an: "Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira." Edhe pse ky ajet është i shkurt, është shumë domethënë as vëllezër dhe nderuam. Thot Allahu më dhon, pra ne Kur'anin e kena shpall me të vërtetë, edhe me të vërtetën ai ka zbritur. Nëse analizojmë vetëm pa. Pra, wa bil haqqi anzalna. Domethënë, duke pas të vërteta e kena zbrit. Edhe me të vërteta ka zbrit. Cilat janë këto të vërteta? Është drejtësia, është korrektësia, janë virtytet më të larta të cilat i marrim prej Kuranit fisnik. Pra, secila e mirë, e dobishme është brenda këtij Kuranit fisnik. Prandaj thot: "Wa bil haqqi nazal." Atar pjesa tjetër është mirë: "Wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira." Na s'kena dërgu për kur gjë tjetër, vetëm se më kanë përgëzues edhe kërcënues. Qysh më kanë përgëzues edhe kërcënues? Me këtë Kuran fisnik. Pra në Kuranin fisnik i ke përgëzimet. I ke xhenetet, cilat gjërësia e cilëve është më e gjerë se sa toka e qiej. I ke xhenemin që është sakar. Pra për xhenemeve më të hidhura, më të dhimbshme, më të dhimbshme, me cilat duhet mu drithru njeriu, domethënë kur kalon nëpër këto ajete. Pra me Kuranin fisnik ti je edhe përgëzues, edhe çortues apo kërcënues. Për me përmbyll këtë pjesë, përmendim hadithin Tamim Dariut, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili transmeton pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, hadithin që shënon Imam Muslimi, Allahu mëshiroft, thot: "Ad-dinu nasiha", feja është besnikëri. E kanë pyet pe pejgamberin alaihi salam, ndaj kujt? Ka thënë: ndaj Allahut, ndaj librit të tij, ndaj të dërguarit të tij, ndaj prisit muslimanëve dhe ndaj prisit muslimanëve dhe ndaj mbar muslimanëve. Pa feja është besnikëri. Ad-dinu nasiha. I ka përmend disa kategori, neve pra intereson pjesa ndaj librit të Allahut më madh. Pra neve si besimtar që e pranojmë Islamin për fe, nuk na takon ndryshe vetë se me kon besnik në raport me Kuranin fisnik. Qysh është kjo besnikëri? Kjo besnikëri është duke e shoqëru Kuranin fisnik. Qysh e shoqërojmë Kuranin fisnik? Duke pas pjesë caktuara të cilat e lexojmë gjatë ditës. Mas pari për neve që nuk jemi arab, pra që jemi shqiptar, duke mësu me lexu. Pra, ti s'mundesh më kon besnik ndaj Kuranit kur nuk din as me e lexu. Pastaj duke u mundu me mësu kuptimet e tij. Pastaj kjo arrihet, pra që e kena përmendur edhe në mësimin e parë, duke mësuar gjuhën arabe që me kuptu kuptimet origjinale të Kuranit fisnik. Pastaj masi ti kuptojmë kuptimet fjalë për fjalë të Kuranit fisnik, atëherë duhet me marr edhe komentimet e dietarëve për Kuranin fisnik. Duke analizu këto kuptime, pastaj vjen aplikimi i këtyre kuptimeve në jetën tonë. Krejt kjo i përfshin, domethënë ad-dinu nasiha, kur e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e kanë bën ndaj kujt, e ka përmend edhe ndaj librit të tij, pra ndaj librit të Allahut më dhëm, që është Kurani fisnik. Ky është pra mësim i dytë për këtë libër. Inshallah vazhdojmë në orën tjetër me mësime tjera. Sallallahu ala Muhammedin wa ala ali Muhammed walhamdulillahi rabbil alamin.